Përshëndetje YouTube-i. Mirë se erdhët në një vlog të ri. Tani unë sa po dal pak, sepse u mora pak me çunin që e kam smur, sistemova pak shtëpinë, holla videon e re sapo e postova dhe tani po dal marr disa fruta dhe perime se nuk kam ke shtëpia. Doja të bëja një supë, po kisha vetëm speca, kunguj, qep edhe hudhra. Nuk kisha as patate, kisha vetëm një gjysmë patate të ëmbël. Nuk kisha as karrot, që unë karrotën e përdor shumë. Na u fik dhe drita këtu te garazhi i makinës. Dhe nuk kam çfarë të bëj fare me ato pak gjona që kisha në shtëpi. Kështu që me që erdhi vjerra po rrim pak me çunin, unë thash po iki të funizohem pak. Edhe shpar kalova një moment i çiksi shumë të vështirë, sepse çunit ju ngri temperatura në një pikë që nuk s'e ka pas kurrë aq shumë. I shkoi 39.9. Domethënë është për lemeri. Nuk u trema jashtë masë shumë. U trema jashtë masë shumë se aty si ka shku kurrë aq. E shumta që mund t'i ketë shku ka qenë 39.1, 39.2, po 40 si ka shku kurrë. Dhe u friksova jashtë mase. Mamin nuk e kisha këtu, se mami është në Gjermani. Motrës i thash mos hajde se kam hallin e gocës vogël, mos i ngjit çonin ndonjë viroz apo t'i gjohën, se kjo mund t'jetë edhe viroz. Edhe Lori ishte në punë, pavarësisht se më tha i shkreti të vi unë, po deshe të ndihmoj. Po, si me thënë, e përballova vetëm, e kalova vetëm atë sfidë, se për mua ishte sfida jo lloj temperature. Po shqyr Zotit, ato mjekimet që unë kam, që jap çunit, i marr të gjitha në Itali dhe kanë një efekt jashtëmase të mirë. Dhe o Zot faleminderit që ekzistojnë këto lloj mjekimesh, se fëmia me temperaturë aq të lartë nuk i dihet kur në botë çfarë mund t'i ndodhi. Dhe kështu, inshallah o Zot ta kaloj sot, por gjithsesi me frikë jemi, duke i netë në kokë jemi. Ju thash ieri dhe vjerra tani, të ndihmonte. Dhe sa po të marr këto perimet dhe frutat, do gatuj diçka. Kam nxjerr i çik dhe ato petët sfoliat që të zbuten, se i kam pas në frigorifer. Po kam i qiko që i kam ble dhe them para se të më prishen, po i përdor. Po nuk e di që të bëj. Do hy në YouTube dhe të kërkoj ndonjë ushqim që mund të bëj, ndonjë recetë që mund të bëj me petë sfoliat, që mos të çoj dam si gjunaf. Kështu. Tani për pak arrit tek ai dyqani që ne blejmë fruta dhe perime dhe shikemi pastaj.
Kemi kalu 2 ditë shumë të vështira dhe akoma nuk ka përfundu pjesa e vështirë, sepse si që kam thënë paka shumë, kam çunin me një viroz të tmerrshme që po mami flotët që ka një temperaturë shumë të lartë. Një temperaturë që çuni se ka pas kur. Ne s'jemi përballë asnjëherë me temperaturë mbi 39.2. Mram çunit i shkoj 40, 39.9, i shkoj 40 dhe kjo gjë ishte e tmerrshme për ne. U trema dhe unë dhe Lori shumë. Një minutë nes pak dritë se po na ikën dielli dhe unë kam dritë këtu. Izim këtë çik më mirë. Po thoja, u friksum shumë të dy. Unë jam tip që friksohem gjithmonë në fakt, po edhe Lori nuk e përballoi shumë mirë, e pash që u friksu. Dhe kemi qenë gjithë kohës në atë ankthin, atë frikën e temperaturës çunit, sepse e kishte temperaturën shumë të shpesht, e kishte çdo 4 e shumta deri në 5 orë. Hajde rostu mami, bëje këtu trenin. Dhe domethënë aq shumë frikë kishim që temperatura e lartë mund ta kapte nga momenti në moment, saqë kemi ne gjithë kohë duke e rujt. Madje mram, dje nga ora 1:30 e natës, boni prap temperaturë shumë të lartë, i dhash Nurofen. Nurofeni nuk po e bonte atë efektin e vet siç e bon gjithmonë mrena e shumta gjysmoreje dhe u friksum shumë saqë e çum në urgjencë. Po shqyr zot, momentin që e çum në momentin që neve e çum në urgjencë, filloi duke i dhënë efekt Nurofeni dhe nuk pati nevojë për mjekim tjetër atje. E kontrollun tek mushkri, tek fyti, thanë që është shumë mirë, thjesht e ka zënë ajo viroza që pikën e saj më të fortë ka, si me thënë, simptomën e saj kryesore ka temperaturën e lartë. Dhe ja ka heq urin fare, nuk don të haj fare, ka çuni pothuajse 3 ditë tamam që nuk han. Po shqyr zotit paktën më pin qumshin. Dhe as nuk kam filmu, as asnjë gjë, sepse nuk kam qenë për të filmu. Kam kap ca skena të vogla fare. Po mami, kam kap ca skena të vogla fare, po jo në gjë kush e di se ça. Dhe shpresoj të kuptoni se kur nuk është në rregull fëmia, nuk bie menja për asnjë gjë në botë. Kështu që e di që do më kuptoni. Dhe kështu, besoj se sot në fakt ka qenë çik më mirë, ka bë më rrallë temperaturë. Temperaturën e fundit e ka pas në orën 4, e kapi në orën 4. Tani është ora 6 dhe supozohet që tani që një farë mënyre ju është largu ajo periudha që e kap temperatura. Besoj se po mami, Tudor. Besoj se në rast se do e zej prap temperatura, nuk e mira është ta zej mbas 6 orësh, 8 orësh, domethënë të rritet si periudhë. Po nuk e di, o zoti inshallah nuk e kap më. Dhe ne kemi 2 ditë mbyll në shtëpi. Unë nuk kam dalë fare, përveç se dola pak që dje që bleva fruta dhe perime. Sot nuk kam dalë dhe nuk do dalë. Madje thash Lori që më marrë një 2-3 gjona. E vetmja gjë që po kërkon çuni tani është çokoladë. Mraft pika se sikur e kupton pak që tani dhe mund ta llastojmë. Mund të marrë çfarë doj ai. Se zakonisht kur është mirë nuk i jap çokolata e kështu budalliqesh, po tani çdo lloj gjohet më kërkojnë do t'ja jap. Se imagjino ka 2-3 ditë që është vetëm e pak kos frutash, me një gjysmë bananeje, nuk e di, as gjysmë pjateje makarona, 3 dorë, po. As gjysmë pjate me makarona dhe hëngri pak lështrylle shpar. Kaq do me thënë. Dhe ta mendosh që ka gjithë atë temperaturë dhe nuk ka me çfarë ta luftoj.
vetëm ilaçi që po ja lufton dhe shqyr Zotit thash shqyr që më pin qumshin. Të paktën mos të dehidratohet. Këto gjona kemi bë sot e dje. Që ku jam bë mami, kam kuptu që jemi shumë të forta për të përgjithësi bëhemi shumë të forta, po i lutemi Zotit që gjitha ato smundjet që janë nis për fëmin ton, sikur edhe gripi më i thjesht fare, të na bine, se sado që virozat janë për të kaluar, duhet i kaloj fëmia, duhet të kaloj imunitet, po është shumë gjë e vështirë kur e shef fëmin me 40 dhe që rënkon dhe që ilaçi me zor po e bën punën e vet, ka qenë shumë e vështirë. Ndoshta për mama tjera, sidomos mamat që kanë 2-3 fëmijë, që janë heroina, si i kanë përballu dot, nuk e di. Ndoshta për këto mama mund duket si tip dobësie kjo që kam unë, që janë friksu kaq shumë ose që po ndihem shumë keq tani, po ju betohem që e kam shumë vështirë kur çuni ka temperaturë. Jo se nuk e përballoj dot, unë e përballoj, kam fuqie, jam tip që kam nerva shumë të merrem me fëmin. Po mami, po, fordor. Jam tip që kam shumë nerva të merrem me fëmin. Jo nerva, kam dëshirë që të merrem me fëmin. Nuk përtoj, nuk boj, po vetëm ai momenti që e shoha shumë temperaturë që digjet, nuk e di, është shumë gjë e vështirë për mua. Shumë. Dhe e kam aq frikë temperaturën, saqë po më shkonte në mend shpar ta heq fare nga kopshti, mos ta çoj më fare në kopësht. Se kush më njeh shumë mirë e din që një nga sfidat e mia më të mëdha ka qenë me çuçunin kopësht. E kam pas kështu, thoja pa shku 4 vjeç, nuk e çoj. E kam pas të merr kopshtin. Duke ngjur shumë raste të njerëzve, të mamave që fëmia 1 e 2 u smurte, dhe këtë mendoj edhe për çunin tim. Po duke folë me njerëzit e mi, me shoqërinë time, me njerëz që më duan të mirë, të gjithë më sugjerun që ta çoja, dhe për shumë gjona kopshti i ka bërë shumë mirë çunit, po fakti që ma zen kaq shpesh viroza, do me thënë, që t'jemi sinqert, viroza e ka zënë shpesh, po jo me temperaturë kaq të keqe sa këtë herë. Një 2-3 herë mund ta ketë zënë me temperaturë, po e shumta 38.5, po kjo ishte tmerr. Kjo që e zuni këtë herë ishte shumë e keqe dhe po ngjoj shumë raste. Nuk më doli një njeri që ka fëmijë që të më thotë që Kamila nes na ka zënë këtë vit. Të gjitha më kanë thënë që ka qenë një viroz që nuk i shpëtoje dot. Se në mos do e çosh në kopësht, do e çosh pastaj tek lodrat. Dhe tek lodrat do dalë një fëmijë që e ka, një fëmijë që janë ngjisi i fëmijës tim ose fëmijës juaj, kështu që merr estikur, merr. Kështu që nga këto gjona nuk e ruajm dot. Nuk është muhabet, nuk është gjë që s'ka kuptim ta heqim nga kopshti, se ka ambiente tjera dhe vende tjera se ku mund t'i marrin virozat. Po që në herë menoj them mos bona gabim që çova në kopësht. Mos bona gabim se çuni në një periudhë kaq të shkurtër e ka zënë viroza më shumë se to 3 vjet komplet. Do me thënë, këto 2-3 muaj mund të ma ketë zënë aq shumë se ka zënë gjithë kohës çunin. Kështu që kanë qenë 2 ditë shumë vështira për mua. Mamin e kam në Gjermani, siç u kam thënë, motrën nuk e lej të vi këtu se kam hallin larg qoftë mos po e zena i virozë dhe gocën e vogël. Po këto ditë, do me thënë gjatë natës më kanë ndihmuar shumë, jashtëmase shumë Lori, dhe gjatë ditës kanë jetë Vjera me mua. Vjerri, kështu që nuk është se kam qenë vetëm. Po prap kanë qenë ditë vështira. Inshallah do Zoti po kalojnë dhe të vazhdojmë jetën normale dhe detyrimisht do vazhdoj dhe vlogu normal. Bravo, campione.
ke PlayStation 2 që e kam lënë. Pas e marrë që të kusheve? Ta gëzojmë.